Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Roberta Liaj degeneron publikisht mozën. Ja fjalët që thot për të. Deklaratat e forta të artistit Roberta Liaj kanë ndezur një debat të madh në rrjet pas komenteve të tij për pjesëmarrjen e poetes Mimoza Ahmeti në Ferm. Gjatë një interviste, Roberta Liaj u shpreh kritik ndaj këtij vendimi, duke theksuar se figura e një poeti dhe intelektuali nuk duhet të përfshihet në formate që sipas tij bien ndesh me vlerat artistike dhe kulturore. Ai ngriti pikpyetje mbi kompromiset që bëhen në emër të famës dhe përfitimit financiar, duke përdorur tone të drejtpërdrejta dhe provokuese. Ti jesh poet nuk do të thotë që ti jesh intelektual. Intelektuali nuk bën kompromis me vulgaritetin. U shpreh ai duke shtuar se për të përfshirja në një format të tillë përbën një devijim nga identiteti publik që një artist ndërton ndër vite. Pjesëmarrja e Mimoza Ahmetit në Ferm ka rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes figurën e saj, duke gjeneruar reagime të shumta dhe duke e kthyer në një nga emrat më të diskutuar të momentit në rrjetet sociale.